10 bandat më të rrezikshme të ajdutëve. Të bëhesh një ajdut i suksesshëm kërkon më shumë se sa vetëm aftësitë bazë. Kërkon një natyrë gjakftokt, intelekt të mprehtë dhe forcë fizike. Megjithatë, disa ajdutit e kalojnë këto cilësi individuale, duke formuar banda të frikshme të dedikuara vetëm për orkestrimin e vjedhjeve në shkallë të gjerë. Këto banda famkeqe, jo vetëm që kanë kryer grabitje spektakolare, por edhe kanë lënë botën të maknitur me dinakërinë dhe guximin e tyre. Në videon tonë të ardhshme, ne zhytemi në historitë e 10 bandave më të suksesshme të grabitjeve, duke zbuluar largësitë e jashtëzakonshme që kanë bërë për të arritur famë të keqe në botën e krimit. E di, çdo herë që ju shoh në komente, çdo herë që klikoni subscribe, më kujtoni pse e dua këtë që po bëj. Por tani, dua ta çoj këtë lidhje një hap më tej. Nëse doni të më mbështesni vërtet dhe të bëheni pjesë më afërt e këtij udhëtimi, ju ftoj të bëheni antar të kanalit, si member, jo vetëm që më ndihmoni të krijoj më shumë e më mirë, por edhe merrni përmbajtje ekskluzive. Badge pranë emrit tuaj që tregon se jeni pjesë e grupit të veçantë dhe komunikim më personal, sepse dua t'ju njoh më shumë, një nga një. Çdo antarësi është një popër të komunitet. Për të rrugëtim që ndërtojmë bashkë çdo ditë, mjafton të klikoni join, bëu antar poshtë videos dhe bëheni pjesë e familjes që po rritet me zemër. Faleminderit që jeni këtu, nuk do të isha këtu pa ju.